Miralem Daku është drejt largimit nga Rubin Kazan. Vetë klubi rus ka konfirmuar negociatat me Zenit Shën Peterburgun. Klubi ynë po negocion me Zenitin në lidhje me transferimin. Sapo të ketë informacion zyrtar, ne do ta raportojmë, shkruhet në deklaratën e Rubinit. Daku është aktualisht sulmuesi më në formë e kombëtares shqiptare. Në sezonin e mbyllur spikati me Rubinin, ndërsa ka edhe një vit të mbetur në kontratë. 27 vjeçari po kalon të gjigantët e Rusisë që kanë synim vetëm titullin kampion. Kjo lëvizje e bujshme pritet të zyrtarizohet përfundimisht në orët në vijim. Miralem Daku kështu po bëhet gati të hedhë hapin e radhës në karrierën e tij. Sulmuesi i kombëtares shqiptare do të ndryshojë skuadër duke qëndruar po në kampionatin rus të futbollit. Lojtari do t'i jap plan të mirë në Rubin Kazanit për të transferuar te një emër më i madh i futbollit rus, si Zeniti, i cili ka qenë klubi kryesor në 1000 vjeçarin e ri teksa ka fituar 11 titull kampion në Rusi, pa harruar këtu dhe një kupë UEFA dhe Superkupën e Europës. Media ruse bëjnë të ditur se transferimi i Daku do t'i kushtojë 8 milionë euro klubit të Zenitit, ndërsa lojtarin e pret një kontratë 4 vjeçare. Njëkohësisht është mësuar se Daku do të përfitojë një rrogë prej 2,2 milionë eurosh në vit në klubin e tij të ri, me bonuse të tjera të rëndësishme në varësi të golave dhe objektivave. Pritet që Daku të udhëtojë të dielën drejt Shën Peterburgut për vizitat mjekësore dhe për të hedhur firmën në kontratë.